Kjo ishte era e fundit që Vučić foli për marrëveshjen midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, po kujtojmë se më herët ka pasur deklarata edhe më të forta. Kësaj radhe preferoi që të fliste përpara ushtrisë së tij, aty ku bëri një bilans, por gjithashtu edhe donte çonte mesazhe për rritje të gatishmërisë edhe sigurisë së vendit për vendin e tij. Për këtë marrëveshje, cilën Vučić e ka përdorur në format ndryshme në fakt për konsum të brendshëm, për qytetarët serb, por edhe për te kufive, do të bashkëbisedoj në lidhje drejt për drejt me ekspertin e sigurisë, zotin Nureddin Ibishi. Zoti Ibishi, të përshëndes edhe të falenderoj për prezencën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Në studio kam Egon Lolin, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Egon, faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Lejoni ta nis me zotin Ibishi. Zoti Ibishi, siç e thash, shpesh herë ka përmendur këtë marrëveshje midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, një marrëveshje krejt e natyrshme, duhet thënë, në kuadër të bashkëpunimeve mes këtyre vendeve. Pse gjithmonë hiqet si viktim dhe mundohet ta përdor këtë marrëveshje në gjykimin tënd? Pas para i shkel marrëveshjet ndërkombëtare, ato të vitit 1995, kur ishte marrëveshja Daytonit lidhur me Bosnjë Hercegovinën, kur detyrimisht janë përcaktuar temat e referencës për zvogëlimin e arsenaleve ushtarake, qoftë burimet njerëzore, po edhe efektive. A nuk ju përmbajti parë i shkelje, mandej akuzonte Kroacinë që po te armatose, tash shqetësimi i tij fundit është rreth marrëveshjes ushtarake mes ministrave të mbrojtjes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Pra, shqetësimi i tij edhe sot për satën herë me radhë dhe në Top Shider, ku bëri pranimin e raportit para shefit shtatë madhërisë Mojsilovicit edhe ministrit mbrojtjes Gashish, ku ai pranoi raportet lidhur me gjendjen dhe gatishmërinë e forcat armatosore të Serbisë, por njëkohësisht shqetësimi i tij ishte marrëveshja trilaterale mes këtyre shteteve të Ballkanit që përmenda, dhe kjo po e nxit Serbinë që përkundër gjitha atyre investimeve të neutralitet që ka shprehur më herët, armatoset gjithandej edhe nga perëndimi edhe nga lindja, dhe sikur që e thatë, pra edhe brutoprodukti vendor ka arritur 2.65%, që në një formë është një masë enorme investimeve, dhe pa lajmëroj pas kësaj marrëveshje se do të gjejt holla dikun tha i kam dikon afër 170 diçka milion, mandej edhe do të huazon edhe diçka për 1.200, dyshimi me qëllim që në formë ta neutralizon rrezikun e mundshëm nga kjo aleancë. Pra gjithë kjo bënte më shumë rreth është për konsumin e brendshëm për te asaj, por mendoj që pretendimet e tij territoriale në shtetet e Ballkanit akoma qëndrojnë, se të mos e Kosovës, Republika Srpske në Federatën e Bosnjës së Hercegovinës, por njëkohësisht edhe jo larg në Malzi, ku po shihet influenca apo ndikimi i tij direkt në një përçarje të brendshme apo ndikimit në politikën aktuale në Maltezi në ndikimin ruso-serb. Egon, vërtet shqetësohet Aleksandar Vučić për këtë marrëveshje? Po shiko, edhe që po flistim pak bashk, edhe po mendoja pak, domethënë, çfarë mund të ketë Aleksandar Vučić. Të mos harrojmë që para pak ditësh në Davos ai u shpreh mjaft i shqetësuar, po them, për thyerjen e rendit ndërkombëtar nga ana e presidentit Donald Trump dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kalimin nga një rend ndërkombëtar ku Amerika ishte ajo që drejtonte punët e botës dhe garantonte sigurinë, sidomos po themi në rajonet siç është Ballkani Perëndimor, në një rend ndërkombëtar ku edhe në bazë të strategjisë së fundit të mbrojtjes, kjo që doli tani para një jave, shtetet e Evropës do duhet që të garantojnë sigurinë e tyre pikë së pari edhe me një mbështetje të Amerikës, por që së pari përmes investimeve dhe po them strategjive të tyre. Tani, unë mendoj që Vučić për të ardhur tek pyetja jote, është vërtet i shqetësuar. Unë mendoj që Vučić edhe në qoftë i shqetësuar e përdor shqetësimin e tij së jashtmi edhe së brendshmi. Pra e përdor për ndërkombëtarët, ato që ai tha në Davos, dhe e përdor së brendshmi për publikun dhe për votuesit dhe për, po them, për popullin e Serbisë dhe për forcat politike të Serbisë, për t'u thënë në një farë mënyrë që shiko se rendi i vjetër ka rënë, pra për t'u
nëse mund ta themi kështu, për t'u dhënë dritën e kuqe në një mënyrë. Pra, rendi i vjetër i disa garancive të sigurisë që këtu në këtë rajonin ton të vogël i mbronte, po them, Amerika ka rënë, dhe tashmë gjithçka është e mundur. Unë kështu personalisht po mendoja në fakt, tani që po Pra, flisim. le të mbrojemi vetë. Le të mbrojemi vetë. Pra, për mendimin tim, ky është mesazhi që Vučić ka dashur të thotë duke kundërshtuar një marrëveshje Shqipëri-Kosovë-Kroaci, e cila për hir të së vërtetës është bërë gati një vit përpara. Pra nuk është se është marrëveshje e fundit që dhe për hir të së vërtetës ajo ka prodhuar deri tani një auto blind atë shotën. Pra nuk është se është një marrëveshje që ka ndonjë materializim të madh apo ka ndonjë produktivitet të madh deri tani, do duhet të kishte patjetër, sepse është një aleancë natyrshme midis shqiptarëve dhe kroatëve në Ballkan. Po deri tani nuk është materializuar me ndonjë produkt të madh. Kështu që unë mesazhin e Vučićit e lexoj më shumë në këtë sens që tani neve mund të bëjmë çfarë të duam, nëse do ta themi brutalisht. Do ta lexojmë brutalisht, po them, mesazhin e Vučićit dhe përpjekjet historike të Serbisë që materializohen tek deklaratat e politikanëve të Serbisë. Qartë. Interesante në fakt ky këndvështrim. Zoti Bishi, nëse do t'i qëndroj logjikës e Egonit, patjetër që mund ta hidhni poshtë, Aleksandar Vučić po bëhet gati për çdo rrethan dhe ne në fakt ambicjet edhe provokimet e tij njohim prej vitesh tashmë. A ka gjasa realisht në kuadër e zhvillimeve të fundit në Europë edhe le të themi lëvizjeve brenda strukturës së NATO-s, ka gjasa që ta provojë sërish Aleksandar Vučić Serbia të cënojë territorin e Kosovës sot që flasim? Po ajo vazhdimësi me sistemin rus, luftës hibride, në vazhdimësi ka provokuar Kosovë dhe do të provokoj. Mos mendojmë na tani se ajo do të pushon së provokuari edhe ngritjes tensioneve në Ballkan. Për te provokimit flas. Urdhoni? Për te provokimit flas. Provokimet i bën pothuajse në çdo konferencë për shtyp ai, po. Po sigurisht, ai gjen çdo një pretekst brenda faktorit, jashtë faktorit të Serbisë, për ta arsyetuar nevojën para opinionit vet, por edhe ndërkombëtar, që Serbia po qëndron kinse në kuadër të një pasje, them, në Ballkan, por këta të tjerë, ndërsa kjo aleanca trilaterale mes Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, po e prishin këtë balans. Vërtet, ai është i pari që ka prish balansin. Edhe për atë, çdo herë është një akuzator në proces, edhe jep veti si pretekst, mu për shkak se gjendje të ndërmarrë diçka. Por rreziqet ekzistojnë. Po mendoj që në vazhdimsi do të pas parasysh, ai asnjëherë nuk do të ketë guxim të sulmojë në formë konvencionale apo klasike me ndërhyrje, por do të provokojnë forma së pari ishte rasti Banjskës atëherë me akte terroriste, me akte diversive, apo subversive, apo propagande, gjithandej tjetër, por edhe ndoshta me incidente brendshme, por jo edhe në sistem të ndërhyrjes klasike me invadim në Kosovë. Pasi që ai nuk udhëzon, ai vjen deri në kufi, provokon, tensionon situatën deri në kufi, por gjithsesi apo asesi jo në kuptimin e ndërhyrjes. Tani është një situatë ndoshta pak jo ashtu e volitshme, sidomos deklarimit të ai 4 kryetarë në veri të Kosovës, pak komunitetit serb, i cilët menjëherë u tërhoqën prej asociacionit komunave pra Kosovës, duke paralajmëruar se vetëm zgjedhja e mundshme është me krijimin e asociacionit komunave serbe. Kjo tregon provokacion të fillimtor me diktat të Vučićit. Pra, në këtë drejtim mendoj që ai do të shfrytëzojë edhe establishmentin në 4 komunat të veri, po jo larg edhe 6 komunat tjera në brendi, por në vazhdimsi lufta hibride është ajo specialiteti i tij, pa një rrezik për një ndërhyrje çfarë ka menduar dikur. Sulme alternative, ndërhyrje hibride shikojmë pafund nga dita në ditë. Megjithatë, prapë mbetemi tek lufta frontale. Shembull është Gaza, por gjithashtu edhe Ukraina. Në 2026, duke vënë në peshore në ekuacion Egon të gjitha ato që përmende, lëvizjet tektonike në Europë dhe në NATO, a ka gjasa që Vučić të guxojë edhe të përsërisë ndoshta një Banjs të dytë? Shiko, sulmi i Banjskës patjetër që është një
një akt terrorist, po themi duke përdorur forca paramilitare. Se kur the luftë frontale mendova se mos e kishe fjalën për, po them, një sulm drejt për drejt ushtarak. Akt terrorist po mund merrte për masa të tjera, mund të merrte aneksim të veriut edhe të shkonim tek një sulm frontal, apo jo? Ai ishte qëllimi. Po kjo ishte vetëm hapi i parë, po themi, hallka e parë e gjithë planit që ti the me shumë të drejtë. Po rreziku gjithmonë ngelet pavarësisht se në këto vite duhet pranuar që zbatimi i ligjit dhe siguria në veriun e Kosovës janë përmirësuar ndjeshëm dhe prandaj tash vendosen në kontekst. Është pasqyruar edhe në raportet të organizatave ndërkombëtare sa i takon kriminalitetit, sepse ato grupe terroriste atje dhe banda kriminale po themi në këtë kuadër futen, pavarësisht veprimtarisë së tyre. Por unë mendoj që do të jetë shumë e vështirë për çfarë do lloj plani që të bëjë Serbia në raport me Kosovën, sepse nga ana tjetër kemi një Kosovë që çdo vit pothuajse e dyfishon buxhetin e saj të mbrojtjes. Pra nga 50 milion euro në 100, nga 100 në 200. Kjo dhe krahas kësaj kemi një Kosovë që po armatoset, po themi, me pajisjet më të mira dhe më të fundit, po themi, që i kanë të gjithë partnerët ndërkombëtar të NATO-s. Dhe kjo në një farë mënyre shërben që të forcojë deterencën. Po kemi edhe trupat NATO-s ama. Kemi edhe 5200 trupat NATO-s nga ana tjetër. Po megjithëse i kishim edhe deri djeu përsërit Bajska. Patjetër, shiko, Kosova është dhe në një situatë ndërkombëtare pak, po themi, jo të qartë, pra nuk e ka, po themi, atë shtetësinë e plotë dhe këtu hyn, më thënë, roli që luajnë ato trupat e KFOR-it atje në veri bie shpeshherë në mospërputhje dhe me rolin që duhet luajë dhe policia e shtetit. Pra kush e ka legitimitetin, kompetencat që duhet futem unë, duhet futesh ti. Po unë mendoj që pavarësisht këtyre të gjithave, është shumë e vështirë që Serbia të planifikojë dhe të kthej historinë mbas. Zoti Bishi, shpeshherë është e paqartë marrëdhënia e Aleksandr Vučić me Vladimir Putin. Rrjedhimisht edhe bashkëpunimi midis Rusisë dhe Serbisë. Agresori, i cili për momentin vazhdon që të krijojë, le themi, ngjarje të tmeshme me vrasjen e civilëve në Ukrainë, jo pak herë është shprehur edhe për Ballkanin, apo ka lënë të nënkuptohet. Tani për ju si është realisht marrëdhënia e Serbisë me Rusinë apo Vladimir Putin me Aleksandr Vučić? Po, Rusia gjithherë ka qenë një e interesuar në aspektin geostrategjik të prezencës në Ballkan, edhe tani ministri i jashtëm Sergej Lavrov u shpreh qartë lidhur me mundësinë e bashkëpunimit kinse me Amerikën për të zgjidhur situatën në Ballkan, që vetë kanë tensionuar se mos potencoj Bosnjë e Hercegovinën, po jo larg edhe çështjen e Kosovës, edhe që Vučići ka raporte direkte edhe janë marrëdhënia në kuptim edhe është një përçues interesave gjeostrategjike ruse në Ballkan, edhe për tensionim të situatës, por edhe krijimit pra një forcë që një formë e ka bën një debalans të forcës në favor Serbisë, ai tani është 10 vende në sistemin tash fundit pra të indeksit të Global Firepower është para Kroacisë dhe në vazhdimsi do të pritur që Rusia pra do të jetë prezente nëpërmes elementeve destruktive të veta, pra Vučićit, elementeve pro-ruse, pro-serbe në Maltëzi, edhe në Bosnjë e Hercegovinë, po jo larg edhe në Kosovë. Mendoj pjesën veriore, pasi që kryetarët e komunave atje tani janë direkt një formë të implikuar në këtë lidhje. Prandaj duhet pritur vazhdimsi që Rusia gjithsesi qoftë në raporte direkte me Vučićin, po edhe me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, por edhe me elemente tjera, sikur që përmenda shteteve në rajon, të ketë apo të ushtrojnë ndikimin. Këta, pra ministri i jashtëm Lavrov e tha shumë qartë, edhe priti që kjo do të ndodhë shpejt. Egoni,
Intereson Rusis një konflikt midis Serbisë dhe Kosovës sot? Parimisht Rusisi intereson çfarë do lloj konflikti në Evropë apo në Ballkanin Perëndimor që mund të tërheqë vëmendjen, po themi, të faktorit ndërkombëtar nga ajo se çfarë po bën Rusia në Ukrainë, apo të krijojë precedent të formave të ndryshme për të justifikuar, po themi, aneksimin e territoreve, qoftë Krimen apo qoftë edhe territoret të tjera, ato Donbasin, Donetskun dhe Luhanskun. Për të bërë një precedent edhe në Ballkan. Dhe e pam dhe në rastin e Groenlandës këtë gjë. Po. Pa mund të nxjisë këtë? Tani këto janë informacione që i disponojnë më mirë ata që kanë, po themi, burime edhe nga shërbimet informative ose nga mënyra të ndryshme në këtë gjë. Mirë, po shkojmë deri në informacione të klasifikuar. Po flasim për mënyrën se si komunikojnë liderët apo bashkëpunimi midis dy shteteve. E para punës, Rusia këtë e ka praktik luftën hibride. Është edhe raportuar me 10 e 100 herë përmes mediave, përmes partive politike që financon të një spektri të caktuar kudo në Evropë, përmes, po them, deklaratave të ndryshme, përmes subversioneve që zyrtarët lartë rusë bëjnë, po them, her pas here, përmes te pjesa e investimeve nuk e di, po ndoshta edhe përmes investimeve ndoshta më shumë në fushën e ushtrisë. Kështu që patjetër që rreziku aty qëndron, por ana tjetër e pyetjes tënde do të ishte kjo, domethënë sa e gatshme është Serbia që, si thua, t'i nënshtrohet një, po them, nxitje të Rusisë për të përshkallëzuar një konflikt. Prandaj pyeta cila është marrëdhënia midis se nuk është vetëm Rusia, është edhe Serbia këtej nga ana tjetër. Po, patjetër, po si është marrëdhënia tashmë? Zoti Bishi tha aty ku kanë qenë. Pra e mirë. Patjetër që në raporte shtetërore, patjetër që e mirë është, aty në Serbi është i fuqishëm faktori prorus, deri në nivelet larta të politikës edhe të shërbimeve informative, edhe në Republikën Srpska gjithashtu, në Bosnjë-Hercegovinë. Nga ana tjetër, pastaj duhet kemi parasysh edhe një gjë që Serbia është një shtet i cili nuk është se pret ndonjë gjë të madhe nga Rusia për hir të së vërtetës. Ndoshta më shumë në aspektin e investimeve mund të pres nga Kina dhe në aspektin politik mund të pres nga faktori perëndimor, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian, më tepër se sa çfarë mund të pres nga Rusia në kuptimin e një nxitje drejt për drejt politike. Patjetër tham që Rusia është brenda në Serbi dhe kjo nuk diskutohet. Kjo është aty. Por në këtë sensin që a është e gatshme Serbia të jetë një shtojcë ose një zgjatim i Rusisë, unë nuk do të isha fort i sigurt. Pra unë mendoj që në Serbi gjithashtu ka interesa mjaft forta që të thithin investime perëndimore dhe të kenë më shumë legjitimitet në sytë e perëndimit se sa në sytë e Rusisë. Kështu që hajde të diskutojmë pastaj në këtë rast, sa e gatshme do të ishte Serbia që të përgjigjej një nxitje politike për destabilitet nga Rusia flas. Qartë. Ekuilibri ka mbajtur mirë Aleksandar Vučić deri tani. Ka qenë një këmbë te, një këmbë ane. Biles me 3 këmbë, edhe Kinën po të llogarisësh këtu. Kështu që kjo është një gjë që gjithmonë ngelet për të diskutuar, duke i patur parasysh gjitha premisat për të cilat folëm. Po që unë kam një mendim timin që pra po thua Serbisë intereson më shumë që të jetë neutrale në momentin që flasim. Por të japi se sinjale bashkëpunimi qoftë me Europën, qoftë me Rusinë edhe me Kinën. Unë e mendoj këtë gjë që Serbisë i intereson që të ketë të kapitalizoj, po themi, nga të gjitha anët. Dhe nuk e mendoj që Serbia është aq drejt për së drejti sa që imagjinojmë në një zgjatim i Rusisë. Pra ka edhe aty, po themi, dallim interesash në disa gjëra. Pavarësisht që siç e tham, Rusia është brenda në Serbi, në disa nivelet edhe të larta politike. E kuptova. Kur flasim për luftë hibride, zoti Bishi, ju e njihni mirë këtë fushë sepse jeni ekspert. Sigurie fusim shumë gjëra bashkë, sulme, kërcënime që në fakt ndonjëherë edhe janë krejtësisht padukshme. Po në gjykimin tënd, nëse do të flasim për versionin klasik atë të spionazhit, çfarë mund të themi? Ka prezencë ruse serbe në territorin e Kosovës? Gjithsesi, deri në çpikë është niveli i rrezikut. Po, falë zhvillimit kapacitetit të agjencisë Kosova të inteligjencës, po njëkohësisht edhe inteligjencës policisë, po edhe normal partnerëve tonë strategjik që na ofrojnë informacione të duhura dhe bëjnë këmbimin e informacione klasifikuara, kemi pra këto institucione
kanë zbuluar, policia ka ndërmarrë akte të arrestit, e dini që është procedurë gjyqësore, disa raste të spionazhit dhe për te asaj kemi në vazhdimsi sfundi edhe në mënyrën propagandistike, një prej sistemit luftës hibride që përvetot edhe po përfshin, sidomos komunitetin sërb në veri nëpërmes qoftë sistemit të rrjeteve të komunikimit, por edhe të telegrafit, sigur që është bo në Dubai atje, për asa vite për ati një rusi që ka qenë i afërt me Putin dhe vazhdan tjetë shumë, dhe pra volumi i lidhjes apo që thonë connection dhe shpërndarjet informacione shkon pati 1 miliard numri, dhe kjo padyshim ngrit një shqetësim për shkak të krijimit një opinioni që mund të jetë pra i favorshëm për politikat ruse apo sistemin e luftës hibride në Ballkan, përveç anës së spionazhit që mendoj që me kapacitetet tona deri tashmë dhe me rezultatet që kemi arritur në zbulimin edhe të grupe, po njëkohësisht edhe individëve që kanë qenë të infiltruar apo kanë dhënë informacione qoftë për shërbimet sekrete në Serbi apo për Agjencinë Inteligjencës Sërbe, po të tjera, mendoj që ne kemi arritur dhe si vend, por edhe me bashkëpunimin në këmbim të informacionit, pas që ne kemi kontribuar jo vetëm për interesat tonë, po edhe në Ballkan, kujtohet rasti i tendencës për grushtet në Maltezi, atëherë tendenca për vrasjen e kryeministrit Gjukanović, ishte informacioni i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës që një formë i parapriti një mundësie të një rrjedhje jo të mirë në Maltezi. Po, zoti Bishi, nëse do të ishim pak më drejt për drejt, në çfarë formë e dëmton spionazhi Kosovën? Deri në ç'pikë arrin ai? Po, spionazhi dëmton ndjeshëm, gati jo vetëm Kosovën, se një vend vogël, por edhe shtetet e fuqishme, apo mirë po, ne po llogarisëm se kemi tani sfundit edhe kapacitete edhe vetë rezultatet tregojnë se ja kemi dalë me parandalim, por edhe me reagim në rastet kur kemi pas paraqitje të tilla të rrjetit të spionazhit që kanë qenë në forma të ndryshme të infiltrimit, por gjithë kjo tregon që ne kemi treguar një rezultat të kënaqshëm në këtë drejtim, edhe për te asaj që kemi krijuar një siguri edhe në rajon të shtetit, po njëkohësisht edhe te prezencat misionare që i kemi në Kosovë, edhe në rastin e spionazhës të pilotit pra që ishte në kodë forit, edhe çështje tjera që kemi arritur jo gjithë këtë vetëm, por bashkëpunim edhe me shtetet pra mike tona sikur që është Kroacia. Po për shembull, nëse nuk do flisnim drejt për spionazhin, po për ndikimin, pra le ta zbusim pak se kur vim te spionazhi duhet të kesh dhe informacion shumë të saktë që ta thuash. Po për shembull, ditët e fundit një politikan mjaft i lartë në Kosovë, kryetari i një komune dhe përfaqësues i një nga partive opozitare ka zhvilluar një vizitë, besoj e kemi ndjekur gjithë, me generalin e Libisë. Një prej atyre që drejtojnë atë Libinë ndarë, general Haftarin, i cili është një figurë politike e mbështetur fuqishëm nga Moska dhe përfaqësuesi i interesave të Moskës për pjesën e Afrikës Veriut, aty ku gjendet ai, domethënë. Një vizitë që ka bërë çudi të madhe në rrjet edhe nuk ka marrë ende një përgjigje se cili është qëllimi i takimit të këtij politikani me një përfaqësues ndërkombëtar. Ti çfarë pikpyetjesh ngrite? Po, për shembull, po të shikosh ti postimin që ka bërë përfaqësuesi politik, thotë zhvillova një vizitë zyrtare në Libi me ftesë i general Feldmarshall Khalifa Belkacem Haftar dhe bisedoi ndër të tjera për çështje me interes të ndërsjellë. Tani unë nuk e di se cilat janë çështjet midis Libisë Haftarit, pra asaj pjesë të Libisë që e drejton ky njeri i mbështetur nga Moska dhe një komune në Kosovë që drejtohet nga personazhi në fjalë. Nuk e di se cilat janë interesat e përbashkëta, me thënë drejtën. Çudi e madhe është. Pra kjo ngre shumë pikpyetje të cilat
ata që na shohin edhe mund t'japin ndonjë përgjigje. Zoti Bishi tha, edhe strukturat e Kosovës, por në bashkëpunim edhe me partnerët, kemi arritur të neutralizojmë element të spionazhit. Në gjykimin tënd, si është niveli i sigurisë? Edhe parandalimi. Sa i takon, po themi, spionazhit, por jo vetëm. Po problematik është në tërsinë e vet. Unë pajtohem me ata që tha zotëria, që ka ndikim, është patjetër në kuadër të luftës hibride. Ky ndikim është në media, në politik, në ndoshta, po pse ta themi ndoshta, në drejtësi, po patjetër në ekonomi dhe në investime. Dhe këtë po e them pa dashur që të vëgishtin akuzës ndaj askujt. Po për të thënë që, se rastet edhe shembujt ne i kemi ndjekur në media dhe i dim, po për të thënë që ka ndikime dhe një nga gjërat që çdo qeveri e Kosovës ka për detyrë të bëjë është që të minimizojë në maksimumin e mundshëm, të them, këtë ndikim të shërbimeve të Serbisë dhe të spionazhit të Serbisë dhe të Rusisë, po të duash. Se po flisja e kisha në mendje Serbinë tash, po nuk e di nëse ti më pyete për Rusinë apo jo. Unë të pyeta për Serbinë, po Okej, në rregull jemi. shpeshherë kur përmendim Serbinë, na shkon mendja tek Rusia. Po, dhe jo pa të drejtë. Absolutisht. Dhe jo pa të drejtë. Unë gjej rastin gjithashtu që të bashkëbisedoj me ju edhe për bordin e paqes, në fakt tema kryesore e arenës ndërkombëtare. Zoti Bishi, projekt i Trump në të, si për ironi të fatit, ka ftesë edhe për agresor, siç është Rusia, siç është Vladimir Putin. Kosova ka marrë një ftesë e për këtë jemi të lumtur, po në tërësi si projekt, si të duket, do t'jetë ai efikas? Unë gjithsesi po, vlerësohet edhe njëve na bën der një ftesë e tillë, edhe normalisht edhe Shqipërisë, po ato janë edhe procedurat për cilët do të rriten përveç nënshkrimit, ajo ka edhe elementin e miratimit edhe në nivel të parlamentit, pra kërkon një procedurë, po gjithsesi mendoj që vetë ftesa, po edhe vetë armona protokollare në shkrimit i jep Kosovës një atribut të mirë për të rivënë paqen edhe në këtë apo mbarimin e këtij konflikti, por edhe rindërtimin edhe të infrastrukturës apo shkatërimeve, po njëkohësisht edhe paqes në përfundim së kësaj lufte mes Izraelit edhe elemente pra të grupeve sikur që ishin pra në Gaza. Qartë. Egon? Sa i takon bordit paqes. Unë s'pari mendoj që përfiton më shumë Kosova nga bordi paqes se sa Gaza nga Kosova për shkak se Kosova është në bordin e paqes. Qartë azi, besoj kjo është i qartë për gjithë, nuk ka ndonjë dilemë. Pastaj, mendoj që është ende një strukturë e paqartë. Edhe ai statuti, karta e bordit paqes, më shumë flet për procedura, po them, aderimi se sa për procedura konkrete se si do të funksionojë kjo gjë në drejtim të zgjidhjes së pra edhe Shqipëria dhe Kosova nuk e dim se çfarë do kontribuojnë. Jo, nuk e dim akoma se çfarë do kontribuojnë. Dhe nuk e kam fjalën, nuk e dim se çfarë do kontribuojnë Nuk është se nuk e dim vetëm ne, nuk e din as ata të tjerë po thuan. Dhe kam përshtypjen që ka një paqartësi edhe tek shtetet e mëdha që kanë një përfaqësues aty. Pra, besoj që po ta pyesësh edhe Marco Rubion si do ta zgjidhësh konkretisht çështjen e Gazës përveç atij projektit të real estate të kushterit, nuk besoj se ka në një përgjigje tjetër dhe kam shumë sinqert, nuk e kam me ironik këtë që po them, sepse aty është një situatë që është ende e pasqaruar në teren në Gaza. Pra ke 61 milion ton mbeturina, ke një popullsi që është... Më ngacmove, pse shkojnë shtetet shumë symbyllezi drejt projektit të Trump? Po sepse, thash pra, sepse shtetet shojnë mundësinë që të përfitojnë ato. Po si përfitojnë? Po, të përfitosh mbështetjen e Trumpit nuk është gjë e vogël. Pra, të shihesh me sy të mirë nga Trumpi, nuk është gjë e vogël. Nuk e din se e thash këtu apo një studio tjetër, po çfarë rëndësie ka? Po e them prapë që presidenti Trump ka prirjen, ndryshe nga si ka qenë politika e Shteteve të Bashkuara deri në kur vjen ai, që marrëdhëniet i ndërtoi personalisht, jo institucionalisht, ose më shumë personalisht se sa institucionalisht. Dhe në këtë këndvështrim, një takim i një përfaqësuesi të lartë qeverisë ose të shtetit me Trumpin grumbullon shumë kapital politik. Kështu që
si thua, të jep lehtësi për të zgjidhur hallet e tua të brendshme apo për t'i dhënë drejtim në një situate në një mënyrë të jashtëzakonshme takimi me Trumpin. Që t'i themi gjërat drejtë dhe shkoqur, ashtu siç unë mendoj që Trumpi mendon gjërat. Qartë. Egon, edhe Kurti edhe Osmani ishin në Davos. Ama diferenca ishte Osmani takon Donald Trump, Kurti jo. Çfarë ka ndodhur? Po shiko, unë mendoj që për hir të nxjerrjes Kosovës nga ngërçi në raport me ndërkombëtarët, pra për zgjidhjen e ngërçit të brendshëm, ata e kanë në dorë sepse tashmë 51% e ka Kurti dhe thjesht duhet formohet parlamenti, pastaj qeveria dhe të ketë një koalicion për presidentin ose presidenten. Pas edhe kjo mund të jetë një çështje, po them, që mund t'i ndajë ata të dy, po s'po hy deri kaq thellë. Ndërkaq, për të zgjidhur ngërçin që ka Kosova me ndërkombëtarët, si pasojë edhe e bllokadës njëvjeçare të qeverisë, unë mendoj që mund të jetë një strategji e tyre që njëri të luaj bad cop edhe tjetëri të luaj good cop. Polici mirë, polici keq. Polici mirë dhe polici keq. Kjo mund të duket për të qeshur. Jo, mua do të më pëlqente më shumë ky version se sa ai që analizohet shpesh, që ka një armiqësi me njëri tjetrin apo se marrëdhënia është shumë personale, patjetër që na vjen mirë të jetë edhe personale midis Trumpit dhe Osmanit, po është Kosova në mes para së gjithash. Prandaj po them që ky do më pëlqente si version, polici mirë, polici keq për ta mbajtur të tërhequr tirato marrëdhënien midis dy vendeve. Unë personalisht e besoj. Edhe sa bën keq. Absolutisht, unë personalisht e besoj që po themi ky është skenari. Edhe duke qenë se Kurti ka mbajtur disa qëndrime të cilat, po themi, mund të kenë kosto elektorale nëse ai tërhiqet dhe do duhet që të jetë Osmani ajo që e merr iniciativën nga ana tjetër. Se edhe sot është komentuar për xhelozi mbi deklaratat krejt formale të Kurtit. Mendoj që janë deklarata formale dhe nuk besoj që ka ndonjë problem. Pra nuk e shoh këtë temën e xhelozisë, me thënë të drejtën. Qartë. Shpresojmë shumë që t'jetë kështu. Zoti Bishi, faleminderit shumë, përshëndes. Më ndryshe këtë, nëse mund vetëm të... Po, patjetër që po. Patjetër. Ndjes. Dy forume ndryshme të qasjes, mos të bëjmë konfuzion. Ju, në cilin forum jeni? Presidenti ka pas një rol, pra në shkrimit të asaj, ndërsa kryeministri flet për Davosin. Ka pas tjetër mision. Po, ka pasur... Ka të bëj me prafrim të qëndrimeve, ndoshta nga njëherë jo të harmonizuara. Mendoj që dy forume të ndryshme. Tani, të drejt kanë edhe ata që thonë Kurti nuk i ka edhe aq mira marrëdhëniet me amerikanët, se deklaratat kanë qenë shpeshta për të. Apo jo? Mendoj që nuk qëndron më ajo. Nuk qëndron më. Pse, çfarë ndryshoi? Ka pas deklaratë. Aty kanë qenë dy misione të ndryshme. Një ka qenë Jo, marrëdhënia e kuptova atë. E kuptova, është çështje ndarjesh, po thua, përgjegjësie dhe roli. Nuk ka të bëj me çështjen e njëjtë. Tash s'po du ta elaboroj për te, po mund ta lexoni përmbajtjen. Pra misioni i zonjës presidentit ka qenë... Kishin detyrat ndryshme, pra? Ndërsa i zotit Kurti ka qenë këtë mision tjetër. Ambasadat amerikane, për ta në mbështetje të asaj që thot zoti Bishi, ka deklaruar që do të rinis dialogun strategjik këtë vit, pra në fillim. Kështu që ajo thyrja e madhe që u bë e madhe kot-skoti, fortunë got, mendoj që u shfry dhe gjithçka do të shkojë drejt normalitet. Shpresojmë shumë që të jetë kështu. Zoti Bishi, përshëndes. Faleminderit. Ishte kënaqësi, respekt. Gjithashtu. Egon, faleminderit. Kënaqësi, falenderoj. Rikthehemi për pak.